Bulguri te diabeti, po bulguri. Atëherë jemi peshku. Peshku, bulguri. Bulguri edhe fruta perime sa më tepër. Ankthi. Tek ankthi do të prapë të futet të fusja peshkun, do ta vendos të parin, por edhe arat e ndryshme për shembull mund të jenë element shumë ndihmues, edhe për shembull Frutat e thata? Edhe frutat e thata ndoshta të arat i fus, por edhe quinoa. Quinoa është element shumë i mirë, karbohidrat shumë i mirë. Anemia. Thjerrzat e kuqe, sa më tepër të shtuara, mishrat e ndryshëm gjithashtu, edhe lakrët kale ose farat e ndryshme, janë të pasura me hekur. Tensioni. Tensioni, kryesisht do të shtoja spinaqin, ushqimet jeshile, domethënë, brokolin dhe fruta të ndryshme, po jo shumë të ëmbla. Prostata. Duhet të pinë sa më shumë ujë, domethënë, të kenë sasi të hidratimit sa më të lartë dhe të kenë mundësi të marrin sa më tepër magnez, por në fakt magnezi ndodhet pikërisht e ujit dhe do të sugjeroja të marrin jo ujë që të kenë sasi më të lartë të magnezit, por patjetër dhe dietë të shëndetshme në trisa të ndryshme, do shtoja këtu edhe patjetër edhe quinoa, dhe bulgurin, edhe kuskusin. Kuskus. Mbi pesha. Mbi pesha kërkon që jemi pak më të kujdesshëm në mënyrën e balancimit të atyre çfarë ham, të eliminojmë sa më shumë ushqimet të pashëndetshme, të ultraprocesuara, të cilat ndikojnë në peshën në shtimin në peshë, le të themi, dhe bërjen e fakteve të rregullta, kjo ndihmon më shumë se sa thjesht ushqimi. Hernia. Hernia, do ta lidhja më shumë me pjesën e vitaminave të rëndësishme, siç është vitamina A, B dhe C, edhe D, dhe gjitha elementet që përmbajnë ato, si dhe pjesën e jodit, shumë i rëndësishëm gjithashtu, edhe muskulaturës ose magnezit. Për shembull, mëlçia shumë e mirë edhe e pasur me magnez dhe mund të jetë një ushqim shumë i mirë për këtë problem. Imuniteti dobët. Ushqimet të pasura në vitaminë C, sa më shumë në karote, lëng portokalli, mandarine, supra të shëndetshme të kombinuara midis mishit të ulës për shembull ose mishviçi me oriz dhe të prera veze, edhe me limon patjetër. Problemet me shikimin. Karota sa më shumë, ose gjitha frutat dhe perimet të cilat janë të pasura në vitaminë C ndihmojnë në shikim të mirë. E fundit tumori. Tumori patjetër që duhet një pjesë sa më e pasur dhe ekologjike, pra e pasur dhe e pastër, të tjera kimike të cilat mund të jenë ndikues, pra një sa më e pastër, sa më bio, janë ushqime që ne duhet të zgjedhim ndihmojnë në një organizëm më të mirë dhe luftimin e kancerit, sepse çdo që vjen nga një mënyrë e gabuar e të ushqyerit. Pra, keq ushqyerja sjell problemet edhe në formimin e tumoreve.